Mjeku jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, po ju dëmtojnë kockat. Ushqimet që hani kanë një rol shumë të fortë në përkeqësimin ose përmirësimin e simptomave dhe sëmundjeve të caktuara. I tillë është edhe rasti i artritit, simptomat e të cilit ndikohen fort nga disa ushqime të ndryshme, të cilat do t'i rëndisim në këtë video sipas Healthline, të cilët ndikojnë gjithashtu edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj të nyjeve. Nëse jeni një person që vuani nga artriti ose edhe nga problemet e reumatizmës, atëherë tregoni të kujdesshëm më shumë me këto ushqime, pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të kockave dhe të përkeqësojnë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Produktet e bulmetit, nëse tepruhen dhe konsumohen me shumë yndyrë, janë të dëmshme për shëndetin e kockave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Proteinat që gjenden te produktet e bulmetit kanë tendencën të përkeqësojnë simptomat e artritit, gjithashtu edhe ato të reumatizmës. Prandaj, ekspertët tregojnë se personat e cilët të vuajnë nga këto komplikacione duhet të tregohen më të kujdesshëm edhe me konsumin e këtyre ushqimeve. Sipas të dhënave të Healthline, njerëzit që vuajnë nga këto sëmundje kanë zakonisht një tolerancë më të ulët ndaj produkteve të qumshtit. Megjithatë, njerëzit reagojnë ndryshe në çdo lloj të ushqimit. Ndaj, nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, tregoni më të kujdesshëm me konsumin e ushqimeve të bulmetit. Tregoni vëmendje më të madhe të ushqimeve duke ngrënë gjithashtu edhe më pak në sasi dhe duke i zvendësuar ato me produkte të duhura. Vetëm kështu do ta keni më të lehtë të mos përkeqësoni situatën tuaj të nyjeve. Një tjetër ushqim, i cili mund të ndikojë negativisht në shëndetin e kockave të personat me artrit dhe reumatizëm, janë gjithashtu edhe ushqimet e skuqura. Ushqimet e skuqura dhe ato të përpunuara do të nxisin përhapjen e inflamacionit në organizëm. Kjo ndodh gjithashtu për shkak të yndyrës së ngopur të cilët duhet ta zvendësojmë atë me të pangopur. Prandaj, çdo ushqim i tillë mund të ndikojë negativisht në shëndetin e kockave dhe të përkeqësojë gjithashtu edhe dhimbjet e shtuara të tyre. Sheqeri i tepërt në dietën tuaj është armiku i kockave. Sheqeri ka gjithashtu një nxitje të përhapjes dhe shpërndarjes së inflamacioneve të ndryshme në organizëm. Ekspertët paralajmërojnë se në rastin e artritit dhe jo vetëm, rritja e glukozës mund të çojë në simptoma dhe dhimbje të ndryshme, sidomos edhe atyre të kockave. Nëse jeni një person i predispozuar ndaj problemeve të artritit dhe të reumatizmës, tregoni më të vëmendshëm ndaj ushqimeve me sheqer të shtuar, pasi mund të nxisin dhimbje dhe të shkaktojnë gjithashtu inflamacione të forta të tyre. Mishi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të nyjeve. Kaloritë dhe yndyrna tek mishi shtojnë inflamacionin në organizëm dhe përkeqësojnë situatën e kockave. Skuqja e tij në temperaturë shumë të lartë shkakton toksina të dëmshme të proteinës në trup, duke rritur inflamacionin dhe duke nxjerrë jashtë kontrollit edhe mbrojtjen e shëndetit, duke përkeqësuar më shumë edhe komplikacionet që shkakton gjithashtu edhe dhimbja e kockave në shëndetin tuaj. Mielli i bardhë është armiku i kockave të shëndetshme. Mielli i bardhë, orizi i bardhë, patatet, buka dhe karbohidratet e përpunuara në përgjithësi janë të dëmshme për njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga shqetësimet e artritit. Ekspertët thonë se në vend të tyre ju duhet të konsumoni drithra të plota, që nuk kthehen në sheqerna të shtuara që sapo futen në organizëm do të krijojnë një bardhë të rëndë të tij. Nëse jeni një person që vuani nga këto shqetësime, tregoni më të kujdesshëm edhe me pirjen e kafeinës së tepërt në dietën tuaj. Kafeja ka një rol negativ ndikues tek reumatizma dhe artriti, e cila është një nga pijet që sipas studimeve duhet të shmanget ose të konsumohet me moderim. Gjithashtu nuk duhet të teprohet më shumë se një filxhan në ditë, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin e simptomave dhe të krijojë gjithashtu kushte të pafavorshme për të nxitur dhimbjet. Nëse vëreni se kafeja ju nxit dhe ju përkeqëson simptomen e dhimbjeve, ekspertët thonë se në vend të kafes ju mund të konsumoni çajra, të cilët nuk përmbajnë kafein, ose pije të tjera të pasura me antioksidant, të cilët përveç se do të rrisin përfitimet në dobi të shëndetit, nuk do të shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacione që lidhen me shëndetin e nyjeve. Është e rëndësishme që nëse vuani nga artriti ose keni probleme të shqetësimit të reumatizmës, në dietën tuaj të mos konsumoni as alkool.
Alkooli është një nga pijet të cilat shkaktojnë inflamacione dhe përdorimi i tepërt i tij në organizëm mund të nxjisë prodhimin e substancave anti-inflamatore në trupin tuaj. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një gote pije alkolike në ditë për femrat dhe për burrat, por jo më shumë se kaq, pasi mund të nxjisë përkeqësimin e simptomave dhe të krijojë gjithashtu kushte të pafavorshme në shëndetin e kockave. Ushqyerja e shëndetshme është thelbësore për shëndetin e përgjithshëm të kockave në veçanti. Sa më mirë të ushqeheni, aq më shumë përfitime do të keni për shëndetin e nyjeve. Përkujdesja ndaj ushqyerjes mund të jetë gjithashtu edhe një përmirësim më i mirë për situatat tuaja të lëndimeve fizike, të frakturave, gjithashtu edhe të lehtësimit të tendinave. Ekspertët kanë renditur listën e ushqimeve të cilat janë më të shëndetshme për kockat. Ushqimet e pasura me hekur janë një ndihmë vërtet për shëndetin e nyjeve, pasi ato do të ndihmojnë në mineralizimin më të mirë të tyre. Shumica e ushqimeve të cilat shkaktojnë humbje të dëndësisë kockore kanë efekte për shkak të ndërhyrjes në përthithjen e niveleve të duhura të kalciumit. Pa pasojë, kur të ushqehemi me ushqime të pasur me kalcium, mos hani ushqime të pasur me hekur dhe anasjelltas. Tregoni të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në dietën tuaj. Pijet e gazuara janë të dëmshme për shëndetin tuaj të nyjeve, pasi mund të nxisin gjithashtu humbjen e mineraleve të duhura që të cilat do të forcojnë edhe ato. Pijet e gazuara mund të shkaktojnë humbje të dëndësisë kockore. Për pasojë, ekspertët rekomandojnë zhvendësimin e tyre me pije të pasura me fruta të freskëta dhe lëngje natyrale. Pra në vend të pijeve të gazuara konsumoni lëngje natyrale të frutave ose edhe fruta të stinës së freskëta. Fasulet. Legumet në përgjithësi janë shumë të pasur me proteinë të cilat gjithashtu ndryjnë edhe në përthithjen e kalciumit. Fasulet specifikisht përmbajnë edhe fitates, proteina që ndryjnë aftësinë e trupit për përthithjen e kalciumit. Prandaj tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e tyre në këto raste. Ushqimet e kripura mund të jenë një zgjidhje e dëmshme për shëndetin e nyjeve dhe të përkeqësojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ushqimet e kripura do të detyrojnë të humbisni shumë nivele të mira të kalciumit, i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin e kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Është e rëndësishme që nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, tregoni të vëmendshëm në menun tuaj ushqyese dhe përzgjidhni ato ushqime të cilat janë më të favorshme në rastin tuaj. Artriti është një sëmundje e cila duhet të menaxhohet me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti. Neglizhenca ndaj simptomave dhe përkeqësimi i situatës mund të bëhet në disfavorin tuaj një ndikues i plot. Por ka edhe një sër ushqimesh të cilat janë mjaft të rëndësishme për shëndetin e kockave. Një ndër to është edhe spinaqi. Spinaqi është i dendur me ushqyes të dobishëm për shëndetin e kockave. Ai është një burim shumë i mirë i kalciumit, vitaminës K dhe një filxhan me spinaq do të ofrojë 81% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Ajo parandalon gjithashtu edhe formimin e qelizave që shkatrojnë kockat. Lëngu i portokallit është i pasur me vitaminën D. Ky lëng është i pasur me vitaminën D shumë i dobishëm për muskujt, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Ajo ka nivele të mira të përthithjeve të kalciumit, i cili është shumë i nevojshëm për shëndetin e forcës së kockave. Ekspertët shpjegojnë gjithashtu se pamjaftueshmëria e vitaminës D në shëndetin tuaj mund të ulë edhe forcën e tyre dhe kockat i bëjë më të brishta, të cilat do të nxisin gjithashtu edhe më shumë inflamacione dhe do të përkeqësojnë edhe situatën e tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj për shëndetin e nyjeve është gjithashtu edhe kastraveci, një produkt me përfitime mbreslënse për shëndetin e kockave dhe lehtësimin e tyre. Ndaj, sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, aq më të forta do t'i keni nyjet dhe aq më pak probleme do të keni me fortësinë e tyre. Është e rëndësishme që nëse jeni një person që vuani nga artriti, nga reumatizma, duhet të konsultoheni vazhdimisht me mjekun tuaj, pasi duhet të bëni një dietë specifike të përsosur enkas për rastin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.